Përshëndetje miq, do të flasim sot për zhvillimet e fundit politike, vendimin e Albin Kurtit që ta propozoj Glauku Newson për postin e kryeministrit. Sigurisht se kjo është një lojë politike, një strategji e tij dhe është e habitshme se si opozita ende nuk po arrin ta kuptoj lojën e zotit Kurti, i cili qysh pas zgjedhjeve të mëndshme Kurtit vazhdimisht ka bërë një lojë në kuptimin për ta çuar procesin sa më gjatë. Zotri Kurti është mjaftueshëm i vetëdijshëm që krejt loja po sillet rreth Vjosa Osmanit. Pra, qëllimi i Kurtit është pra dhe ka qenë dhe vazhdon të jetë që për ta çuar procesin sa më larg deri në kohën kur të vjen koha për të zgjedhur presidentin e vendit. Dhe në këtë mënyrë për ta joshur Vjosa Osmanin si partia e parë dhe duke ditur edhe dëshirën e zonjës Osmani për të marrë një mandat tjetër presidencial, Kurti dëshiron që prapë me zonjën Osmani të futet në një koalicion dhe për dalë së bashku për të kërkuar votat edhe për zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjet presidenciale në një kohë, sepse vetëm kështu ai e di shumë mirë që mund të fitoj më tepër vota. U pa që në zgjedhjet e fundit pa zonjën Osmani, Kurti nuk arriti të fitonte më shumë se 43%, derisa kur e kishte Vjosën në krah edhe ai elektorat që është i apasionuar pas Vjosës do të ringjallet dhe do të votoj. Pra, në këtë kuptim zotri Kurti këtë lojë po e luan. E habitshme është se si opozita nuk ka arrit me lexu asnjëherë lojën e tij. Pra, qysh në momentin kur e nominoi për kryetarin e kuvendit Alberina Haxhiun ishte e ditur që zotri Kurti po bënte lojën, opozita nuk arriti ta kuptonte lojën e tij dhe vetëm pas 9 muaj tani e kanë kuptuar që duhet me shku vendin zgjedhje. Kur zotri Kurti po ju thonte qysh në seancën e parë në prill, pra që ai ishte interesuar për shkuar zgjedhje, po sigurisht po e thonte përveç veprimeve politike, jo përmes fjalëve. Kështu që edhe tani me zotrin Newson Kurti po e bën këtë lojë. Pra, e din shumë mirë ai që opozita nuk do ta votoj dhe qëllimin e ka për ta nominuar dhe për dalë para elektoratit për të thënë që ja unë isha i gatshëm për të heqë dorë vetëm që vendi mos shkon në zgjedhje. Mirë po janë bërë këta bashkë dhe me çdo kusht janë barrikaduar që të çojnë vendin në zgjedhje. Albin Kurti gjithmonë ka pas strategji defanzive, pra duke qëndruar defanziv gjithmonë ka përfituar dhe këtë po e bën, pra për qëndruar prapavi dhe pastaj për dalë në fushat dhe për të thënë që ja, këta na dërguan zgjedhje se ne nuk ishim të gatshëm etj. Kështu që këto janë lojra politike të lejueshme në kuptimin politik, por është krejt e habitshme për mua se si partitë opozitare një gjë fare të dukshme nuk po arrin me kuptu. Dhe Albin Kurti duke e ditë këtë gjë që ata nuk po arrin ta deshifrojnë lojën e tij, po e vazhdon pafundësi. Që zotri Konjuca si personalitet është i respektuar shumë mirë, po në këtë rast, në këtë moment thjesht është një figurë shohu në lojën e zotri Kurtit. Opozita nuk po arrin ta kuptoj lojën e tij dhe sigurisht që nëse shkohet vendin zgjedhje gjë që janë gjitha parashikimit, është opozita ajo që do ta psojë, në veçantë LDK-ja e cila ka qenë më e goditur edhe nga zotri Kurti për disa arsye të cilat do t'i flasim në një rast tjetër. Kaq.